Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë i Marë arrestuan në flagrancë shtetasin FG 32 vjeç banues në Tiranë, pasi u konstatua se në vendin e quajtur Drimadhes në fshatin Kondraq Dërmi po ndërtonte pa lejen e organeve kompetente 2 godina 1 katëshe. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë Sarandë kanë referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin JK 48 vjeç pasi ditën e djeshme në një dyqan në lagje nr. 2 Sarandë, dyshohese në nënkërcënimin e një mjeti prerrethik, ka vjedhur me dhunë një shumë prej 60.000 lekësh nga shitësja e dyqanit, 26 vjeçe, e cila si pasojë ka pësuar dëmtime fizike. Gjithashtu, dyshohese ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me dhunë ndaj saj, vijon puna intensive për lokalizimin dhe kapjen e autorit të dyshuar të kësaj ngjarje. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic referuan materialet në prokurori pasi ditën e djeshme në fshatin Kosul për motive të dobta, shtetasit RR 18 vjeç, MG 37 vjeç, NG 71 vjeç, AR 21 vjeç dhe CG 31 vjeç kanë dhunuar me grushte shtetasin TM 52 vjeç, i cili ka pësuar dëmtime fizike. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Vlorë dhe Sarandë kanë arrestuar shtetasit AQ 40 vjeç banues në Vlorë, pasi u konstatua nga shërbimet në aksin rrugor Gjergj Kastrioti Vlorë, duke drejtuar autometin në gjendje të dehur. JZ 40 vjeç banues në Sarandë, pasi u konstatua nga shërbimet në rrugën Skënderbeu Sarandë, duke drejtuar autometin në gjendje të dehur. Materialet janë referuar prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.